Gjithmonë, kur do që bëjmë tema vëdisuse, edukative, i lusë edhe mjekët të ndajnë mesazhin e shkurt drejtuar shikuesve, për shembull kur e marrim kollën seriozisht, ose sa kolla mundet me na shkaktu edhe sëmundje me fatalitet nëse nuk jemi të kujdesshëm. Do të thotë, mesazhi im është që kollitja të mos neglizhohet. Jo çdo kollitje është shqetësuese dhe është rrezik nëse ndodhet për një herë dhe kalon brenda ditëve. Jo çdo kollitje me intensitet lart duhet pritur mos kalon sepse ajo ka rrezikun edhe të shkaktimit të dëmtimeve më të mëdha të pneumotoraksit, mirëpo gjithmonë alarmi më i madh është nëse kollitja ka prani të gjakut në të. Aty duhet të ulëmtohet për sëmundje qoftë për pneumoni më të rënda, qoftë për tromboembolitë mushkrive, apo edhe të format më të rënda që është kanceri mushkrive. Gjithmonë kjo duhet të kihet një kujdes të veçantë, që mos neglizhohet, sepse simptomat e hershme, edhe pse mund të kalojnë, ajo duhet patjetër të ulëmtohet dhe të merret një mendim i profesionistit për të.